A mendojnë që politika kontrollon krimin apo krimi politikën? Mendoj që janë bashkë. Sepse nëse politika ka vullnet për ta shkatruar krimin, e shkatron me njëherë. Por mendoj që intereson bashkëpunimi. Dhe mendoj që krimin e kemi në politikë. Sepse sado dëm të bëjë një kriminal, patjetër merr jetë njerëzore dhe të ndëshkohet, ka dhjetra të dënuar me burgim përjetshëm. Në aspektin financiar, dëmin që bën një politikan është i pallogaritshëm. Me një firmë, një ministër mund të vjedh miliona euro. Të ka ndodhur ndonjëherë që ke qenë duke investiguar për ndonjë çështje të caktuar të krimit, edhe fijet të kenë çuar tek një politikan? Po patjetër, ne kemi raportuar rastet. Kemi raportuar, nuk është se nuk i kemi raportuar. Janë publike dhe janë rastet të cilat janë bërë edhe evidente. Kështu që në këtë aspekt, por në këtë pikë duhet të jesh pak i kujdesshëm sepse duhet sigurosh prova, nuk mund të flasësh a priori për gjërat, pra thjesht në mënyrë hipotetike. Që të shkosh dhe ta denoncosh me emër dhe mbiemër, duhet të kesh provën. Dhe është një betejë e brendshme që ti ke. Pra ti e krijon bindjen për gjën që je duke bërë, por ndërkohë e ke të vështirë që ta publikosh sepse duhet ajo prova. Kur shkosh në gjyq duhet të kesh provën për të thënë që po në mënyrë të pakundërshtueshme kjo provë të lidh me krimin. Por mendoj që çështjet të cilat kanë pasur mburoj politike në një farë mënyre kanë pasur dhe lidhje politike, unë kam denoncuar të paktën 2 prej tyre, janë provuar dhe më pas janë finalizuar edhe me arrestime. A përdoret në bandat kriminale për të bërë fushatë dhe për të bërë vota? Patjetër, 339 e dëshmoj këtë. Unë jam gazetari që e kam denoncuar. Ka qenë një fat për mua, sepse mund t'i kishte rënë ai material në dorë edhe dikujt tjetër. Ndonjëherë është edhe fatse si lajmet vinë në dorën tënde. Dhe e dëshmoj qartë që krimi organizuar po diktonte. Më pas 184 ishte një histori që zbardhi Bildi Gjerman dhe që tregoi qartazi që krimi organizuar po ndikon në fushat elektorale. Uroj që në 2025, në 11 maj, mos e ketë forcën e dikurshme për shkak se shumë nga grupet kriminale janë goditur, po ashtu ka një task force ose një strategji për hetimin e krimit zgjedhor. Gjithsesi nuk mendoj që kjo është një çështje vetëm e institucioneve, mendoj që varet nga ndërgjegjja e gjithë secilit nga ne. Shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen që vota duhet të jetë një vullnet i pavesuar, pra një vullnet jo i diktuar nga të tjerët, por duhet të shkojnë të mendohen mirë, thellë dhe të kuptojnë që çfarë duan nesër për fëmijët e tyre, për veten e tyre, sepse në fund fare duhet kuptojnë që aty tek ajo kutia nuk të kontrollon dot njeri për kë voton. Pra duhet të binden dhe nuk duhet të votojnë në grup, se do kryetari i familjes, sidomos në zonat rurale, dhe ne duhet shkojmë të votojmë të gjithë në grup se baba im ka babe e do me votu për filanin apo për x-in y-in. Pra duhet shkojnë të votojnë të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë kush është alternativa më e mirë për të hedhur votën. Për fat keq unë thuajse në pjesën ndërmuese që nga 2005 nuk e kam ushtruar drejtën e votës, dhe më vjen keq për këtë dhe nuk e di sa do ta ushtroj edhe në 11 maj, sepse jam ndodhur me shërbim jashtë Tirane në rrethe të ndryshme dhe në këtë aspekt them që qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë brenda vetes se kush është alternativa më e mirë. Nga disa dosje që kam lexuar, më ka bërë përshtypje niveli i komunikimit mes eksponentëve të krimit, ishte thuajse analfabet. Unë nuk është se kam pritur që këta të jenë doktor shkencash, po tregon nivelin e ulët arsimor. Si e shpjegon faktin që vajzat e ekranit, vajzat e showbizit dashurohen me tipa të tillë? Ju thoni janë njerëzit e krimit analfabet, në fakt harroni që janë shumë njerëz politikës me një nivel të tillë. Mjafton të dëgjosh në kuvendin e Shqipërisë fjalimet e tyre, është për të vënë duart në kokë, mjafton të kuptosh gjuhën e vulgut me cilën ata flasin, është alarmante. Të vi turp të shohësh parlamentin e Shqipërisë që presupozohet që janë 140 të zgjedhur vendor. Për të kthyer tek pyetja juaj, kam përshtypjen se është i tërheqja i mitit të fortit. Këta janë njerëzit e fortë, njerëzit që kanë pushtet, kanë shumë para. Dhe mendoj që kjo i tërheq. Veshja e tyre me një lloj aureole të fortit. Edhe përgjithsisht vajzat e ekranit me sa duket tërhiqen nga kjo pjesë.
Dëgjova një intervistë të Safet Bajrit, i cili tha që Shkodra nuk ka të fortë dhe të dobët, nuk jemi fjeri ne, duke nënkuptuar që në Fier është situata më keq. A mendoni që ka të fortë në Shqipëri? Dgjoj, termi fort mendoj që përdoret nga ndikimi që ata kanë në komunitetin ku operojnë. Unë e kam konsideruar të fortë Safet Bajrin, meqense më vure në përballë emrit të tij, sepse kur unë kam lexuar dosjen belge, një dosje shumë interesante, kishte një episod tronditës. Dhe pse e kam thënë këtë gjë që është i fortë, do t'jap argumenta. Një episod tronditës shfrytëzoheshin vajzat për prostitucion dhe një moment do bëhej ditëlindja e njërit prej antarëve të bandës kriminale. Dhe vajza kishte refuzuar t'ju jepte parat e punës në rrugë. Dhe ata e kishin dhënuar në mënyrë barbare duke i thyer legenin. Dhe më pas, kur vjen në Shkodër dhe unë jam dëshmitare sepse kanë qenë në fushata elektorale që i kanë mbuluar ngjarjet, ti kupton që ata nuk pyesin për asgjë, nuk pyesin për shtetin, nuk pyesin për qytetarët, kapin armën, dalin mes të rrugës, nuk pyesin për pasojat dhe në këtë aspekt ndikimin që ai ka patur në komunitetin që jeton, më ka bërë mua të kuptoj që po është njëri i cili i ka futur në kthetrat e veta të gjithë dhe në këtë aspekt e kam cilësuar të tillë. Në lidhje me atë shprehjen që ai përdor, e kam dëgjuar, nuk e kam dëgjuar live, sepse kam qenë në një transmetim paralel, e kam dëgjuar të nesërmen me thënë drejtën se isha kurioze për ta sqaruar për opinionin publik. Ai ka kërkuar të hyjë natën përpara se sa të dilte në Top Channel në një studio televizive në News 24 ku unë isha e pranishme. Dhe unë kam refuzuar. Dhe po e sqaroj sot meqense ai e tha në tekst, por nuk e tha me emër. Kam refuzuar jo se nuk përballem me Safet Bajrin apo me çdo Safet të këtij vendi, pra që është njëri i krimit, dyshohet për krim të organizuar. Por sepse asnjëri nga panelistët nuk ishte informuar që ky personazh mund të hynte në lidhje. E para, e dyta, unë kërkova kohë që të shkoja në kompjuterin tim dhe të merrja materialet për ta vënë atë përballë fakteve. Dhe kjo ishte arsyeja dhe të nesërmen ishte i ftuar kur të donte të ballafaqohej me faktet. Sa i përket fakti që thotë jo po në Shkodër nuk ka të fortë se Fieri. Fieri ka një tjetër tipologji kriminaliteti. Përgjithsisht bosët e krimit në Fier kanë qenë më të heshtur sa i përket marrjes së armës edhe daljes në rrugë. Kjo një formë sofistikuar. Patjetër, dëgjoj, krimi në Fier është shumë herë më i sofistikuar se krimi në veri. Dhe unë e kam thënë gjithmonë publikisht se ka të bëjë edhe me mentalitetin, ka të bëjë edhe shpesh me rregullat e kanunit apo me mënyrën se si veriu sillet. Ka të bëjë edhe me faktin që se si, për shembull, kur unë po trajtoja ngjarjen e ekzekutimit të Fatbardh Licit dhe në dosje më dilte implikuar një vajzë, dhe unë e kam raportuar të nesërmen lajmin, jo në emisionin tim, u tregova e kujdesshme dhe nuk e nxora emrin atë natë, sepse mendova si nën dhe si grua që duke qenë se kanë kaluar vite dhe ajo nuk ishte më partnerja e Safet Bajrit, ajo mund të kishte krijuar një marrëdhënie tjetër, mund të kishte një familje të re dhe është fiks ajo pjesa që unë nuk mund të prekja personalen, pra është një histori e mbyllur dhe një kapitull i mbyllur. Të nesërmen një punonjës policie i cili kishte marrë pjesë në operacion më thotë, ju keni një gabim, thotë në raportimin tuaj. Cili është gabimi? Thotë, e keni lënë vajzën me iniciale. Po, i thash për këto arsye, po ajo është arrestuar, thotë. Po për çfarë akuze? Për implikim në ngjarje. Aty pastaj ndryshoi gjëja. Dhe unë e raportova. Sigurisht edhe në rastin e dytë me iniciale fillimisht derisa të kuptonim çfarë ndodhte. Por çfarë dua të them me këtë, më bëri shumë përshtypje se si për herë të parë në veri ishte një vajzë e përfshirë, sepse përgjithsisht njerëzit e botës krimit në veri janë edhe çik kështu, nëse mund ta them patriarkal, pra janë njerëzit që duhet përballen vetë, nuk mund ta pranojnë ata partneren, gruan apo motrën e tjerë me radhë që të hyjnë në këto histori. Pra janë vetë ata që janë violinë e parë. Ndërkohë në anën tjetër funksionon pak ndryshe. Ne kemi parë shpesh që në jug bosë të krimit kanë përdorur partneret për të nxjerrë në prit kundërshtarët e tyre, ose për t'i joshur ata dhe për t'i patur lehtësisht target ose objektiv të arritshëm. Kështu që kështu e kam parë unë historinë. Mund të themi që në jug krimi ka barazi gjinore. Quaj edhe kështu po deshe, por po ka raste plot që
Për shembull Edison Arizaj, një ndër njerëzit më të rrezikshëm botës krimit, është nxjerrë sipas meje në prit nga vajza e një avokati. Është kontakti i fundit me të. Është kontakti i fundit me Edison Arizajn. Konsiderohej një bos i krimit, ishte njëri i cili ishte shumë i vështirë si objektiv për t'u arritur, dhe po të shikosh lëvizjet e tij të fundit, është vrarë pasi është ndarë nga vajza me të cilën, me sa kam kuptuar unë, që sigurisht nuk do ta bëj kurrë publike emrin e saj, kishte krijuar një lidhje intime dhe pas ndarjes me të ai u ekzekutua. Kështu që edhe nëse nuk i përfshin direkt, në mënyrë indirekte, ata mund të vënë target ose ndjekin partnerët e tyre dhe shkojnë tek objektivi. Nëse do isha regjisore, cilin do merre si aktor kryesor për një film aksion, Safet Bajrin apo Ibrahim Licin? Asnjërin as tjetrin. Mendoj që bota e krimit organizuar ka mendje më geniale. Për shembull? Po e kam thënë, për shembull një ndër mendjet geniale të botës krimit është Aldo Bare. Çfarë bën atë ndryshe nga të tjerë? Ja ta them unë çfarë bën atë. Ai ngriti një shtet paralel. Ngriti një komisariat paralel me komisariatin e policisë. Pra, ishte shteti dhe antishteti. Dhe njëri që shkon deri aty sa ka dhe shtet dhe antishtet, edhe ky antishteti është më i fortë shpeshherë. Edhe për fat keq nuk kurseu, domethënë një kriminal me një mendje të jashtëzakonshme për të shkatruar gjithçka. Mendoj që është absolutisht, imagjinoni se si e ka ndërtuar njëri që kur unë e kam parë për herë të parë në sallën e gjyqit, një burr i shkurtër, por që arriti të vinte në terror një qytet dhe një Shqipëri të tërë. Edhe për më tepër nga Lushnja. Edhe për më tepër nga Lushnja. Që ka ca se kam pasur këngë shumë interesante pjesë të statuseve të mia prandaj. Sa herë kam patur një operator nga Lushnja, nuk jam autorizuar t'ja them emrin, po ai e di nëse do ta dëgjoj këtë intervistë, dhe sa herë fillonte edhe ngrinte zërin dhe unë i këndoja një dy vargje interesante, o po bëri di Gjermani plot me topa të mëdha, u futa në kallamishte, shqyqyr Zoti që s'më pa. Dhe sa herë ngrinte zërin, unë ja këndoja këtë dhe zgjidhe çështja, do më fillonte punën.